Sot fëmijët u kthyen në bankat shkollore, por gripi vazhdon të jetë i pranishëm në mesin tonë. Sa fëmijët janë të prekur dhe cilat janë ato simptomat e para që mund të paraqiten në këtë grip dhe si mund të vrejmë e kur mund të shqetësohemi ne si prindër, të gjitha këto pikpyetje na jep tani në përgjigje në një linjë të drejtë për drejtë kolegja jonë Rejhane Metaj me pediatrën e cila do na tregoj për të gjitha detajet, Albina Bektashi, e cila besoj që tani më është gati për të na u përgjigjur në të gjitha pyetjet. Rejhanën, tani besoj që e kemi drejt për drejt. Mirëmëngjes Rejhanë dhe përshëndetje për ty dhe për doktoreshën. Mirëmëngjesi edhe nga ne këtu për ty Aida, ashtu si që potencove tani më sot fillon gjysmëvjetori i dytë, ku fëmijët të kthehen në bankat shkollore. Po duke pasur parasysh se në vendin tonë, gripi ka mërë një hovë të madh, ku spitalet janë të stërmbushur, edhe me fëmijët ku janë të shtruar në për spitale, lidhur gjithçka për shkak gripit. Në vendin tonë gjithashtu është shënuar edhe viktima nga gripi si pasojë e gripit. Dhe për të folur më shumë lidhur me këtë temë, se si ndikon kthimi i fëmijëve në bankat shkollore, këtu pranë meje kemi doktoreshën Albina Bektashi Qerimi, ku do të na jep detaje më të detajua, ku do të flasim lidhur me këtë. Përshëndetje doktoresh dhe faleminderit që pranuat që të jeni pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës. Mirëmëngjesi, më nderqoshi, mirëmëngjesi për studion, mirëmëngjesi për të gjithë ata që na shikojnë për momentin. Fillim të mbar të gjysmëvjetorit të dytë për fëmijët, shëndet për ta dhe për mësimdhënësit. Atëherë, doktoresh, ne e potencuam, domethënë se sot fillon gjysmëvjetori i dytë të fëmijët kthehen në bankat shkollore. Mund të na thuani se si ndikon kthimi në shkollë në përhapjen e gripit dhe infeksioneve respiratore? Duke pas parasysh se javët e kaluara, domethënë të kaluarën, kemi pas një rritje 2 fish të numrit të kontrollave ambulantore dhe të numrit të pacientëve, fëmijëve të vegjël, të sëmur, të prekur nga gripi sezonal. Dhe po ashtu, me vetë faktin se fëmijët që ndrojnë hapësira të mbyllura në klasa, sado që janë sipas standardeve, diku janë më të vogla, diku janë normal me kushte normale, domethënë prap presim që ky një numër këto 2 javët në vazhdim të ketë një rritje, sigurisht që po. Doktoresh, mund të na thuani se si e vlerësoni situatën shëndetësore aktuale tani në vend, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët? Për momentin jemi në kulmin e sezonës gripit. Për momentin jemi në numrin më të rritur si të kontrollave, si që thash edhe më herët, ashtu edhe të prekurve të vegjël nga gripi edhe të rriturve po ashtu. Mund të na thuani se cilët janë simptomat më të shpeshta që po shfaqen tani, të themi, tek fëmijët, por mund të jenë edhe të ngjashme edhe tek të rriturit? Po, dihet, si çdo herë, domethënë gripi fillon me një temperaturë të përnjëhershme, rrjedhje nga hunda, lëtim të syve, të shtim, masanej vazhdon edhe me koll dhe në fazën më të avancuar, kur nuk është mjekimi adekuat, me terapi simptomatike mund të kalohet edhe në rrugët e poshtme të frymëmarrjes, me një pneumoni ose bronhit, varësisht prej imunitetit fëmijës, se si është javë të luftoj kundër virusit. Doktoresha, mund të na thoni se sa dallon të themi, a ka forma më të rënda të gripit këtë sezon, krahasuar me vitet e më herët ose të vitin e kaluar? Po, këtë do me thonë ashtu si që përcjellim gjendje në për klinikat e tona, klinika e fëmijëve dhe Kozle, do me thonë atje kemi edhe pacientë vegjël të moshës, do me thonë pa mbushur 1 vjet, që janë në mask me oksigjen, vetë fakti flet se do me thonë situata është alarmante për momente. Mund të na thoni se cilët janë ambientet më problematike për transmetimin e gripit, të thomi, ngjitës që të bëhet? Po. Duke pasur parasysh ju e potencua sadopak për kthimin e fëmijëve në bankat, ambientet, klasat më të vogla. Po, normal, tash për momentin nëse flasim për shkollat është edhe ajo një ambient i mbyllur, grumbullimi i nxënësve në numër më të madh, mirë po qendrat e mbyllura tregtare, lojtoret, kafenet e ndryshme, restoranet e vogla ku kemi koncentrim më të madh të njerëzve,
konkretisht të fëmijëve, do me thënë janë ato vende me rrezik të lartë, gjithmonë shkojmë duke thënë që mos frekuentojnë dhe të ajrosa. Mund të na thoni se çfarë masash konkrete duhet të ndërmarrin prindërit për t'i mbrojtur të themi fëmijët e tyre nga gripi, sadopak të jenë më të kujdesshëm? Po, ato pak pikë së pare besoj se shumica e prindërve, do me thënë mbajtja e higjienës është një ndër kusht, do me thënë rëndësi të veçantë ka për përhapjen e virusit, mos kontakti me të tjerët që supozohet se janë të shëndosh, do me thënë të ruhet ajo bariera e shëndosh mes fëmijëve, prindërit duhen të janë të kujdesshëm nëse fëmija i këtyre ka shenja të gripit, siç tham temperatura, rrjedhje hundës, kolla e lehtë apo e rënd, të mos e dërgojnë atë fëmijë ose në lojtore, në çerdhe, apo të ekspozojnë në një ambient tjetër ku ka prezant fëmijë tjerë të shëndosh. Ju e potencuat që jemi në kulmin e gripit, që mund të themi që shifrat janë edhe alarmante si pasojë e gripit. A mund të themi që duhet të mbajmë maska në këtë periudhë për të mbrojtur me një çfarë mënyre t'i kthehemi edhe asaj kohës kur kemi qenë në kohë pandemie, në COVID-19 që gjatë gjithë kohës kemi qëndruar me maska në ambiente të mbyllura? Në ambiente spitalore ambulantore, po, është e paraparë që të mbahet maska, i kemi rekomandimet e institutit përkatës, mirë po në objekte shkollore ende nuk kemi një rekomandim sepse vetëm sa ka fillu sot dita e parë, normal, në ambulantë dhe në spitale, po, patjetër. Cilët janë ato shenjat apo simptomat e para kur flasim si gjithmonë tek fëmijët që themi që ai fëmijë nuk duhet të shkojnë në shkollë, po duhet të qëndrojnë në shtëpi? Prindërit janë ata të cilët kanë kontaktin me fëmijën e tyre dhe ata janë të cilët e dallojnë fëmijën e shëndosh prej fëmijën e vetë, në çfarë gjendje e njohin më së miri. Domethënë temperatura e menjëhershme, një kollë, rrjedhje hundës, siç e potencova, këto janë shenjat bazë paraqitjes një çrregullimi, në rast konkret një viroze ose një ftofje, ta theme, dhe ajo është hapi i parë që prindërit duhet janë shumë të kujdesshëm, të përgjegjshëm, nëse edhe tash e dim se edhe jeta është e tillë, puna mbi ngarkesa e prindve e bën ato që fëmijën e tyre në çfarëdo forme ta dërgojë edhe ose në çerdhe apo edhe në shkollë. Më thënë, duhet të jetë kujdesi i madh që ose i shohin këto shenja tek fëmijët e tyre, mos t'i dërgojnë. Mund të na thoni pasi që fëmija të jetë me grip, mund ta themi pasi që të shërohet, kur mund të kthehet ai fëmijë në shkollë? Janë ato faza, do më thonë, kur përcillet, si në fazën akute, ashtu edhe në fazën e shërimit, është e paraparë që 5 ditët e para, deri në 5 ditët e para, të ruhet në shtëpi, të rehidrohet fëmija, të forcohet imuniteti dhe të mos, qëllimi është krejt mos përhapet. Mund të na thoni, doktorese, cilët janë shenjat alarmante që kërkojnë të themi një kontroll urgjente apo një ndërhyrje mjekësore që duhet kem parasysh edhe prindërit, por edhe të rriturit, jo vetëm prindërit, ne nuk po flasim për gripin për fëmijët, por edhe tek të rriturit. Për prindin është alarmante temperatura, po për neve si mjek ngritja e parë e temperaturës nuk përfaqëson një sinjal alarmant të dërgohet me të parën te mjeku. Duhet në kushte shtëpie të jepet antipiretiku, në këtë rast paracetamolit, të fillohet me lëngje, me elektrolit, rehidrim i fëmijës, mandej mbas ditës tretë ose dytës, tretës, deri te katërta, kur vrehet se gjendja me terapi simptomatike nuk po përmirësohet, të vizitohet mjeku. Mirë po, gripi din në moshat më të vogla te ata deri në moshën 2 vjeçare të fëmijën, të shkaktoj edhe më herët simptomatologji të rënd, siç është vështirësia në frymëmarrje, një obstruksion, edhe ajo është gjendje alarmante dhe që kërkon mjekim të menjëhershëm, fundja dhe në hospitalizim. Zakonisht e dim që kohët e fundivi edhe prindërit ju japin, mund të themi, vetë fëmijëve edhe antibiotik. Ku rekomandohet që të mirret antibiotiki tek fëmijët? Shumë pyetje me vend, unë kisha dashur të apeloj të gjithë prindërit. Duke pas parasysh se virusi nuk
nuk e kam mjeku asnjëherë antibiotiku, kisha bë apel të gjithë prindërit me këmbë ngulje mos kërkojnë prej mjekut apo në ambulantët e kujdestarive që jam në punktin pediatrik në poliklinikën e Bitpazarit, me çdo kusht kërkojnë antibiotik sepse antibiotiku nuk e mjekon, nuk e shëron virozën. Atëherë antibiotiku do t'jepet me rekomandimin e mjekut në atë moment kur mjeku përkatës e sheh të arsyeshme se nuk bëhet fjalë për viroz, mirë po është një tjetër shkaktar i asaj gjendje. Atëherë lënë të kuptohet se mjeku ka bërë analiza të gjakut, gjendja klinike, ecuria e smundjes, domethënë kosgjatja e asaj smundjes dhe grumbullohen të gjitha këto fakte dhe atëherë të përshkruhet antibiotiku. Kisha bërë apel të gjithë prindërit mos kërkojnë e aq më pak mos blejnë dorën e vet antibiotik. Të flasim pak edhe për vaksinimin kundër gripit tek fëmijët. Sa ndihmon ky lloj i vaksinimit kur flasim për gripin kundër fëmijëve? Vaksinat janë shumë të efektshme, vaksinat e gripit, si gjithë vaksinat tjera, mirë po në shtetin tonë është një numër fatkeqësisht shumë i vogël i fëmijëve të cilët vaksinohen me vaksinën kundër gripit. Pse ndodh kjo? Pse nuk ka interesim të themi apo thjesht për shkak mungesave të vaksinës? Mungesat vaksinës këtë vit kemi pas edhe 2 fishe më të madhe se vitin e kaluar, sepse jemi të involvuar edhe në vaksinimin e gripit tek moshat e rritura dhe jemi në rrjedha se si shkon numri, mirë po është një, domethënë, stepje tek prindërit dhe mendim se gripi sezonal mund të kalohet edhe kështu. Edhe kështu. Çfarë roli duhen të kenë shkollat dhe institucionet arsimore në mbrojtjen e shëndetit të nxënësve? Ata tash për momentin duhet të janë shumë të kujdesshëm, hapësirat e tyre të ajrosen, mësuesit të cilët janë në kontakt, po flasim gjithmonë për ata më të vegjelit, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm, momentin e parë kur shohin ndryshime tek nxënësit e tyre të alarmojnë prindërit, të kujdesen sa më shumë për ajrosjen e ambientit dhe higjienën e fëmijëve. Dhe në fund, doktoresh, cili do të ishte mesazhi juaj për këtë, të themi, këtë kulm ku jemi me gripin, për rritje alarmante të gripit që njerëzit janë të infektuar, ku kemi dim që kategoriat më të rrezikuar janë të moshuarit, fëmijët dhe ata që kanë sëmundje kronike, mesazhi juaj? Mesazhi im si për të vegjëlit, ashtu edhe për të rriturit, vlen i njëjti, vazhdon i njëjti, domethënë të kenë kujdes, të mos grumbullohen, të mos mblidhen në hapësira shumë të vogla dhe të mos frekuentojnë vendet ku mund të infektojnë të tjerët. Ju faleminderit edhe një herë për gjitha këto informacione, për gjitha këto këshilla që i dhet nëpërmjet emisionit tonë në Ritmi i Ditës. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, këto ishin këshilla dhe informacionet i cila i dha doktoresha Albina Bektashi Qerimi, duke pasur parasysh se jemi edhe në kulmin e gripit, ku shenjat numri i të hospitalizuareve të fëmijëve në për spitalet ku janë të shtrirë, janë të stërmbushur, gjithashtu kemi edhe viktima si pasojë e gripit dhe ne në këtë periudhë duhet të jemi të kujdesshëm, të mos, siç tha edhe doktoresha, të mos rrim aty në grumbull me njerëz në ambiente shumë të mbyllura, të jemi më të kujdesshëm, të ruhemi sepse infeksioni shumë më shpejt mund të shpërndahet dhe ne mund të infektohemi me grip. Studio? Po, Rehanet, falemderoj shumë, falemderoj gjithashtu edhe doktoreshën e cila ndau kohë nga orari i saj i ngarkuar me pacientët dhe që na dha të gjitha përgjigjet që i kishim të nevojshme për gjithë shikuesit tam për sezonin e gripit i cili vazhdon të jetë i pranishëm dhe aktiv në vendin tonë, sidomos tek fëmijët e cilët sot janë kthyer bankave shkollore. Ditë mbar për juve atje. Ndërkohë të dashur miq, ashtu siç e përmendi edhe Rehane dhe edhe doktoresha gjithashtu që duhet të kemi kujdes të veçantë dhe të mos grumbullohemi shumë në mënyrë që mos të shpërndahet edhe më tepër gripi, duke marrë parasysh që dje është shënuar edhe viktima e dytë me grip në vend, në moshë të shtyer, gjithsesi urojmë që mos të shtohen edhe mos të ketë viktima të tjera në vend dhe të ulet sa më tepër numri i të prekurve me grip dhe numri i të prekurve që janë vetëm më të shtruar në spitale.